Ju kam gjetur zgjidhjen perfekte për një gjumë më të mirë. Tani, siç e dim, shumë persona sot kanë probleme me gjumin dhe ose nuk flen dot, ose nuk bëjnë një gjumë të thellë. Dhe prap duhet ta dini që nëse nuk bën një gjumë të mirë, do të ndikojë shumë për shëndetin tënd. Sidomos të nesër mendoj jesh më pak energji, do jesh më pak e fokusuar në punë dhe më e keqja do kesh shumë uri, sidomos për sheqerna. Kështu që është thelbësore që të bësh një gjumë të mirë. Dhe ushqimi që do t'ju them sot quhet cashew ose kajsus, varet si i quani. Kajsus janë disa fruta të thata, kështu, të cilat përmbajnë dy komponente shumë thelbësore që ndihmojnë me gjumin. Si fillim përmbajnë magnez, janë shumë të pasur me magnez, dhe që dini magnezi ndihmon që të bësh një gjumë më të mirë dhe që të relaksohesh, plus përmbajnë edhe triptofan. Triptofani ndihmon trupin që të prodhojë serotonin. Serotonin është hormoni që ty të qetëson, je më i relaksuar dhe fle gjumë më thjesht. Tash si ti konsumosh në vaktin e darkës 20 gram si këto, keshjut, janë të mira, të shijshme, mund t'i kombinosh me kos, me disa karbohidrate, për shembull banane, fruta pylli dhe kështu me radhë, sepse karbohidratet ndihmojnë trupin në prodhimin e serotonin nga triptofani. Kështu që keqësh çdo darkë dhe do flesh më mirë. Tani ti komento, ke probleme me gjumin edhe nëse ke, duhet provosh keshjut ose kajsus.